Do të lidhemi në këto momente me Arimir Grima, trajner i ekipit kombëtar të femrave, pasi kombëtarja e femrave siguron play-offin e botrorit. Përshëndetje profesor Grima, faleminderit që me ne. Përshëndetje dhe kënaqësi. Urime për suksesin e mbrëmshëm. Ju falenderoj shumë. Si e lexoni ju këta arritje tashmë pas shumë vitesh sfidas, prova të kaluara? Është një kënaqësi e madhe, në fakt arrin Shqipëria në këtë nivele ku jemi, është një sukses shumë i madh për vajzat tona dhe unë jam i kënaqur sepse këto e meritojnë këtë sukses dhe ju uroj shumë për këtë sukses që kanë arritur. Është puna e tyre, po lodhin sakrificat, mundi, djersa që kanë bërë që të jemi në këtë nivele. Çfarë do të thotë për një vend si ne arritja në play-offin e botërorit? Çfarë do me thënie ka? Po, nëse marrim edhe atë që kalun djemt, besoj që u pa se sa sukses ishte, dhe imagjino të është të vajzat që kemi shumë pak vite që jemi në futbollin e femrave. Besoj që është një arritje e madhe, është kulmi i të mirës në futbollin femrave dhe jam i lumtur për këtë gjë që kemi arritur. Sa është rritur në rang kombëtar dhe ndërkombëtar futbolli femrave dhe a mund ta përsërisë ato që djemt kanë mundur ta bëjnë 2 herë? Po ne tani po luftojmë për botrorin dhe normalisht që do të shohim kur të vinë momenti për Europianin, po them që nuk jemi në rrugën e dur. Kjo është gjë që është punuar me vite për ta në këtë nivel, nuk është si mjet, domethënë është ka kohë që federata punon me projekte, me investime. Puna pa lodhur Anila Bashkë, që është si përgjegjëse e futbollit femrave në Federatën Shqiptare të Futbollit, insistimi presidentit, administrata federatës që është shkrim me ne për ta bërë këtë ekip që të vinë këto nivele. Domethënë nuk është e kollajt, nuk është e lehtë, është shumë punë, janë shumë vite dhe rruga është tru. Tashti donë që ta njehim mirë dhe të kemi pak fat normalisht. Gjithsesi është e vështirë për të arritur botrorin, por ne provojmë pa diskutim gjithsesi. A duhet të kënaqemi edhe me këtë hap, edhe nëse përfundon këtu? Po, unë mendoj që po. Unë mendoj që po, është një arritje mjaft e madhe. Jemi Shqipëria, jemi Shqipëria që ka shumë pak vite te ky futboll, janë shumë shtete tjera që kanë nivele tjera në futbollin femër, kanë shumë vite dhe nuk janë këtu ku jemi ne. Pra ne që unë jam shumë i kënaqur dhe Basani të ndrosh falas është, nuk kemi pse mos të ndrojmë. Me këto vajza që unë kam, ja vlen që të ndrohet. Si është entuziazmi, si është, po themi, shpirti i skuadrës në këtë pikë që ndodhen? Cilat janë pritshmëritë? Gjaja më e fortë e këtij ekipi është grupi, dhe ky grup është ka vite që është bërë, nuk është u bë tashti dhe kur grupi është i fortë, normalisht që edhe rezultatet vinë. Kështu që unë jam shumë i gëzuar për këtë ekip që kam. Çfarë pritshmërish keni ju në lidhje me në këtë fazë ku jeni? Po, pritshmërit janë sepse do të punojmë shumë për ta forcuar këtë grup, do të afrojmë prapë vajza të reja, na duhet normalisht bashkëpunimi i gjitha institucioneve të shtetit, jo vetëm i federatës, sepse nuk është vetëm federata faktori kryesor, është edhe presidenca që punon shumë për pasaportat e vajzave që dojnë të vinë të luajnë për kombëtarin e Shqipërisë. Pra, po së bashkëpunum, po nuk është që ky futboll do rritet shumë. Nëse ne bëjmë 3 vjet për të bërë një vajzë me pasaport, besoj që nuk është normale që ne mëse të pretendojmë që do të kemi rezultate të vazhdueshme në këtë nivel. Kur thoni duhen vajza të reja, cilat janë taktikat, mënyrat, ku i gjeni ju elementet e rinj, sa interes kanë vajzat për këtë sport? Interesi është realisht edhe po bëhen projekte për ta futur për shkolla, gjë që do të ishte gjëja më e mirë për ta masivizuar këtë futboll. Por ne po punojmë shumë me vajzat shqiptare që luajnë në Europë, po insistojmë do krijojmë edhe seleksionime të reja ashtu siç bëhet për djemt edhe për vajzat, po punojmë shumë me skautizmin, po punojmë shumë fort që të afrojmë vajzat cilësore, sepse kemi nevojë normalisht që të kemi më shumë cilësi për të përballë me këto kundërshtar që do të kemi përballë. Nuk është kollaj të luajmë me ajken e Europës për të shkuar te finalet e botrorit. Futbolli i femrave prej vitesh ka vëmendjen e saj nga FSHF. Rezultatet janë, por çfarë mendoni se duhet më shumë?
Ajo që më është bashkëpunimi institucional. Jo t'i lajt gjithë që vetëm federat. Nuk është vetëm federata ajo që duhet të masivizojnë futbollin e femrave. Është në interesin e shtetit, është në interesin e Ministrisë të Arsimit të Sportit, sepse sa më shumë fëmijë në sport, aq më shumë shëndetshëm do të jetë aq më shumë shëndetshme do të jetë ardhmja e këtyre fëmijëve dhe e rinisë shqiptare. Ndërkohë, si duket interesi atyre vajzave të cilat luajnë në përbot për të ardhur dhe për të qenë pjesë e kombëtares? Sa interes kanë? Çfarë politika është ndiqni ju, po themi si trajner, për t'i afruar, për t'i bërë pjesë? Po kur jam këto arritje, normalisht që puna është edhe më e kollajt. Bëhet më kollajt sepse çdo vajzë që lun, po thojnë për Zvicrën, për Anglinë, për kështu ka shumë interes që të vinë të luajnë për kombëtaren shqiptare, nëse është në këto nivele, në rang nivelesh të Anglisë, Zvicrës, Italisë, dhe normalisht përfaqësojnë atë dhënë vet. Nuk është se është shumë e kollajt, donë punën e vet, donë kohën e vet, na ndihmojnë shumë skautët që kemi nëpër Europë për të binë dhe normalisht aty ku mesim shkojmë vetë për t'i taku dhe për t'i ofru dhe për t'i ndihmu që të bëhen vinë të luajnë për ne. Europiani është target në sezonet në vijim apo ka nivel shumë të fortë aty? Si e shikoni? Kur merr rezultate rritet Azteka pak. Patjetër. Si do të synojmë, do të ishte gjëja më e bukur që mund të ndodhi mua në jetë sportive, gjithmonë flasim të jeta sportive, që ta shoh këtë ekip në një aktivitet tillë ose në Europian ose në botror. Se sa do t'i arrijmë, nuk është as pak e lehtë, është shumë e vështirë, por kemi kalu shumë vështirësi, kemi thyer shumë tabu dhe prandaj kam shumë dëshirë që këto vajza të arrijnë të luajnë në nivelet më të larta të Europës ose të botës. Cilat janë pikat më të forta të kësaj kombëtare që drejtoni ju dhe ku mendoni se ka ende vend për të përmirësuar, për të rritur edhe më shumë nivelin? Unë mendoj që pika më fort thashë është grupi dhe do t'i rri kësaj deri në fund, sepse ne për çdo nesër që kemi pas mungesa të jashtëzakonshme, por grupi i mirë që është brenda skuadrës ka arrit për të marrë suksese. Dhe tash unë nuk do të bëj dallime, por gjitha vajzat që po luajnë dhe që kanë luajtur janë ato që i kanë dhënë këtë emër dhe këto rezultate Shqipërisë dhe realisht nuk du të bëj dallime. Profesor, unë e di që ju prap do të tregojeni diplomat nëse unë ju kërkoj një emër sa i takon një futbolliste e cila mendoni se mund të bëhet simboli i brezit të ri të futbollit shqiptar të femrave, po a mund të veçojmë një apo dy element që mund të merren si simbol? Simboli i futbollit femrave, ne kemi golçenuesen më të mirë, siç është Cristiano Ronaldo në botë, ne kemi Megi Doçin në Shqipëri. Dhe realisht edhe Megi është një nga ato vajza që është simbol sepse punon shumë, lufton shumë, ka rrit shumë dhe është një forcë shumë e madhe te ekipi jonë. Pra, me ato gole që ka rrit Megi është një Cristiano Ronaldo i dytë për botën. Cili është objektivi juaj, e kuptoj, cili është objektivi juaj personal si trajner në këtë skuadër, po themi në një periudha fatmesme, 5 vjeçare, ku synoni, çfarë synoni? Unë kam shumë vite që punoj për kombëtaren e femrave dhe aty kur ne kemi filluar, nuk e kemi menduar të thënë drejtën që mund të mrrijmë këto nivele. Por kur ke përkraje, kur ke mbështetje, kur ke brumë të mirë, kur ke vajza që kanë karakter sportiv, dhe unë besoj të këto vajza shumë realisht dhe jam shumë kërkues të këto vajza sepse i kanë mundësit dhe pse jo, ne duhet synojmë shumë të shkojmë një Europian ose një botror si të jenë mundësit dhe shanset tona. Pas ti kualifikimit të play-offit, a mendoni që ka ardhur momenti që futbolli femrave të trajtohet si një prioritet, po themi, kombëtar, dhe jo vetëm si një projekt që është në zhvillim e sipër, por që nuk ka po themi atë prioritetin siç ka futbolli i djemve? Po patjetër, prandaj e them që duhet një bashkëpunim institucionisht, nuk është vetëm federata që duhet ta mbështesin këtë futboll, nuk është vetëm këtë sport. Në Norvegji, në vendet tjera nordike, ky futboll është pasion, nuk është vetëm pasion. Është ndoshta detyrim pak për rinin që të merret me futboll, të merret me sidomos te femrat. Dhe ka një shikurshmëri, ka një njekshmëri shumë të madhe dhe prandaj kanë rritet ato rezultate.
po nuk bashkëpunon institucione shtetërore, nuk është sepse vetë federata mund të rrinë bajnë mrekulline, se s'ka butonin. Për të fut në shkolla, për të fut në jetën e përditshme, normalisht duhen instanca shtetërore për të insistuar për ta bërë këtë futboll më të njekshëm dhe më të pranueshëm në shoqërinë tonë. Zoti Grima, faleminderit që ishit me MCN Informacione dhe njëherë suksese dhe shpresoj që objektivat tuaja të arrihen. Ju falenderoj shumë, ishte kënaqësi dhe ju uroj punë të mirë. Faleminderit. Ne këtu kemi mbritur në fund edhe për sot, takimi radhës. Bashkë do të jetë nesër në 16.